Gjithashtu e kupton besimtari rrezikun e madh të shirkut, nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na ka treguar se shirku do të ndodhë në umet. Do thënë do të paraqitet ky devijim që njerëzit që i thon vetes musliman, do thënë dhe që thon se ndjekin Kur'anin dhe që thon se besojnë në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të bëjnë shirk, do të adhurojnë të tjerë përveç Allahut. Ka thënë la taqumu as-sa'atu hatta yalhaqa qabailu min ummati bil mushrikin. Do thënë nuk do ndodh kiameti përderisa grupe ose fise ose popull nga ummeti im të mos bashkohen me mushrikët. Do thënë patjetër do ndodh në kohrat e mëvonshme që popull të tërë do të jenë bashkë me mushrikët. Do të jenë mushrik. Wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-awthan. Edhe përderisa disa popull prej ummetit tim do t'i adhurojnë idhujt. Do thënë do t'i adhurojnë, pra do të adhurojnë të tjerë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu ka thënë la taqumu as-sa'atu hatta tadtariba ilyatu nisa'i dausin ala dhil khalasa. Dhe nuk do të ndodh kiameti derisa gratë e fisit Daus mos shtyhen dhe mos dridhen aty, do të thënë nga turma e madhe rreth Dhul Khalasas. Do të thënë Dhul Khalasa, të cilën e ka rënu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka dërguar Khalid ibn Walidin, e ka prish, e ka djeg e kështu me radhë, do të thënë s'ka mbetur asgjë, mirë po ka thënë se do të ndodh në këtë umet, prap do të adhurohet Dhul Khalasa. Dhe gjithashtu në përgjithësi ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Do të thënë pa dyshim do t'i ndiqni rrugët e atyre që ishin para jush. Pllëm pas pllëmbe, krah pas krahu, do të thënë në çdo gjë, edhe nëse hyn në vrimën e harducës do të hyni edhe ju. Do të thënë se do t'i ndiqni edhe në shirk.